Feja ime e ndalan. Nuk I lejoj fëmijët e mi të vishen si femra. Me këtë fjali e nisi bisedën labinoti me lëndrimin. Gjithçka filloi pasi lëndrimi tregoi se vesh edhe fundin e mamit. Dhe me njëherë labinoti vuri në dyshim seksualitetin e tij. Lëndrimi reagoi shpejt. Veshi çka do që më bën më undi rehat. Madje I tha labit se prej ditës po e pret mu aktivizu, por deri tani nuk ka para asgjë. Debati vazhdoi dhe me Nailirin, ku labinoti përsëriti që sipas bindjeve të tij fetare, në familjen e vet fëmijët nuk guxojnë mu vesh si femra. Dy botë kuptime krejt të ndryshme. Një debat që ndezi diskutime. Dhe Big Brother VIP Kosova vazhdon të sjellë momente që trazojnë rrjetin. Për lajme, kuriozitete dhe më të reja nga showbizi, bëni follow faqet tona në Facebook, Instagram dhe TikTok dhe jepni një subscribe kanalit tonë në YouTube. Nga unë Anida, shifemi në videot e radhës.